Të gjithë hani speca djegës, por ja çfarë i ndodh zemrës suaj. Speci i kuq djegës është zbuluar për herë të parë nga aztekët, të cilët në vend që ta hanin, e thanin dhe më pas e tymosnin. Ky lloj speci përmban një përbërës të quajtur kapsaicin, i cili kur konsumohet si duhet mund të jetë aleat i fuqishëm për shumë çështje shëndetësore. Sipas Brightside do të zbulojmë në këtë video përfitimet që keni nëse përfshini specat e kuqdjegës në dietën tuaj. Do të bini më lehtë nga pesha. Studimet tregojnë se ju mund të rrisni aftësinë për të djegur dhjamin duke ulur oreksin dhe duke ngrënë speca djegës. Parandaloni infeksione të ndryshme dhe luftoni problemet të shkaktuara nga migrena dhe përmirësoni gjithashtu organizmin. Nga mënyrat e përfitimit të specave është edhe duke përdorur kapsaicinën për të lehtësuar problemet e migrenës. Ai mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë edhe kundër problemeve të hipertensionit. Studimet mbi kafshët kanë treguar se përbërësit e specave djegës ulin tensionin dhe ndihmojnë gjithashtu edhe në përmirësimin e humorit tuaj.